në cilin e Partisë Demokratike Sali Berisha në mbledhjen e grupit parlamentar të kësaj force politike. Të ardhme që meritojnë dhe këtë të ardhme më të mirë është e ardhmja në Bashkimin Evropian. Nuk ka projekt më të shkëlqyer për kombin tonë, për Shqipërinë dhe për kombin, se sa vendosja e Shqipërisë në këtë komunitet, ashtu si që projektonin rilina si tanë, zonjë, midis kombeve tjera të Europës. Por ky proces, si të faktohet çdo ditë më shumë, është marrë peng nga një organizat kriminale që drejton Shqipërinë me kreun e sajt Meduzës Edi Ramën. Shqiptarët duhet ta dinë se këta nuk kanë absolutisht asnjë interes për të ardhmen e tyre përveç se për të ardhmen e vet dhe parajsen e fëmijëve të tyre me paratë të qytetarëve shqiptarë. Për këta, integrimi europian është një proces krejtësisht i padëshueshëm, sepse ky proces ka disa rregulla, ligje, standarde që përparson interesat e qytetarëve shqiptar dhe që nuk pranon qeveritarët hajdut, nuk pranon lidhjet me krimin të qeveritarëve. Ky proces kërkon respektimin e lirive të drejtave themelore të votës lirë të shqiptarëve, por dhe funksionimin e ekonomisë tregut dhe rregullave të tregut. Opozita ka zgjedhur në këto kushte të qëndrojë pa mposhtur si zëri i ndërgjegjës së këtij kombi, që kërkojnë me çdo kusht ta izolojnë, ta poshtrojnë dhe ta largojnë nga rruga e integrimit. Duhet të theksoj se në memorien time interesi për Shqipërinë i Bashkimit Evropian, vendeve partnere dhe institucioneve të këtij bashkimi në vitin 2026 ka qenë më i madh se asnjëherë më parë. Ju i kujtoj shqiptarëve se gjatë këtij viti, fillim këtij viti, Shqipërinë e vizituan 3 misione jashtëzakonisht rëndësishme europiane për të vlerësuar në vend zhvillimet e curinë e procesit të integrimit. Kështu, disa muaj më parë në Shqipëri, erdhen përfaqësuesit diplomatik të 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, të cilët formojnë grupin e punës që quhet Koela dhe që funksionon një forum, një grup pune jashtëzakonisht i rëndësishëm. Funksionon pranë Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian si një institucion, po thuaj,
me mision shumë të rëndësishëm. Përgatitjen e negociatave, monitorimin e reformave në vendet që janë aspirante për integrim. Vlerësimin e këtij monitorimi, paraqitjen e qëndrimeve të përbashkëta në konferencat ndërqeveritare, paraqitjen raporteve në Këshillin e Ambasadorëve dhe nga aty pastaj në Këshillin e Ministrave. Ky grup pune i Bashkimit Evropian është mbledhur dhe ka diskutuar gjatë 3 muajve të fundit pothuaj çdo javë për Shqipërinë, për procesin, ecurinë e procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në diskutim të raportit të ndërmjem që vlerëson proceset themelore, pavarësinë e drejtësisë, të drejtat e qytetarëve, luftën kundër krimit organizuar, luftën kundër korrupsionit, zgjedhjet, pra çështjet më themelore të cilat në letrën me Vučićin Edi Rama kërkonte të hiqte nga rendi i ditës. Shikoni djallëzia. Djallëzia Edi Rama. Nuk na duhen këto themelore, na duhen vetëm tregtia dhe lvizja e lirë. Por e mori përgjigjen. Koela thash me një punë shumë serioze ka bërë një seri diskutimesh për të cilat qeveria shqiptare nuk jep asnjë njoftim. As në parlament, as në publik, mashtron dhe vetëm mashtron. Edi Rama me zëdhënësit e tij. Edi Rama, në mënyrën më të s'po i ve epitetës, se çdo epitet meriton, deklaroi ditën e Europës se nuk ka lidhje me ballukun. Në një kohë kur për respektim në vendimit prokurorisë u bën një seri deklaratash nga partnerët tanë kryesor, por dhe nga vetë Komisioni Evropian. Çfarë ndodhi, miqtë e mirë? Tani të themi tjetrën. Edi Rama jo vetëm që bllokoi, që tregoi se ky e hodhi në kosh reformën e drejtësisë dhe bllokoi funksionimin, nuk lejoi ballukun të shkojë atje ku e ka vendin, në burg, por përkundrazi. Lubi Balluku është sot kryeministrja në hije e Shqipërisë. Dhe Edi Rama mendon se këto partnerët tanë nuk i shohin. Lubi Balluku është de facto kryeministrja në hije e këtij vendi. Ajo shoqëron sklavin dhe bosin e vet në takime shumë të rëndësishme. Ajo çdo ditë është tek Karakaçi i saj. Ajo ka zëvendësuar në një masë të madhe Ergys Agasin me Oltjon Bistrin. Oltjon Bistrin, i cili është kriminali, që në detyrë të lartë në shërbimet inteligjencët policisë regjistronte telefonat
dhe regjistrime tjera të çdo kundërshtari politik të saj dhe të Edi Ramës dhe të gjithë ambasadave dhe të huajve që donin vetë ata. Me një linjë, e vërtetuar kjo, me një linjë interneti duke shkelur të gjithë rregullat e regjistrimeve telefonike në Shqipëri, të cilat bëhen me autorizim të prokurorit, bëhen me autorizim të gjykatësit, me radhë, jo kjo i donte. Pra na edhe u thoshte u marrë me vete unë ju, thoshte, se cili nga ju në mbledhjen e kryesisë dhe qeverisë që bën, u thoshte që po folt, u marrë me vete, hapta si një bandite. Dhe tani, ky mendon se këto janë të fshehta, se Brukseli s'ka ndigjuar asnjë nga këto. Dhe rrinë, marrën telefonata 2 orë të tëra zyrtar të ndryshëm, se unë e hoqa atë, se ajo nuk është më, e tjerë. Pra, ky kërkon që me mashtrime, me trillime, dhe jo me veprime konkrete, me zbatim të ligjit, të kushtetutës, të shuaj rezervat e krijuara nga vendet që kanë mbështetur dhe mbështesin Shqipërinë. Pra, ishte zëvendës kryeministri Lubia dhe firmoste për kryeministrin çdo dokument, tani është bërë më shumë, është bërë kryeministër hije. Tani emron, çemron, kapi dhe botën. Tani bandat i ka Oltion Bistri, që ta dini ju. Koordinatori numër 1 i bandave, i karteleve, Troplini, Çela e tjerë, është Oltion Balluku. Oltion Balluku. Se do ta quajmë Balluku, dha të Karakaçit do t'ja vrojmë Balluku, do ja bëjmë emrin. Të gjithë janë Balluk këta. Kjo është e vërteta. Kjo është realisht. Përveç saj, Lubia në raste të caktuara përdor banda për të kërcënuar vazhdon. Dhe natyrisht në këto kushte vendet të cilat besojnë se procesi i integrimit në Bashkimin Evropian duhet bazohet në meritën, në performancën, në funksionimin e shtetit ligjor dhe ekonomisë tregut, nuk mund të pranojnë që një njeri i akuzuar për 36 vjet burg, 1.2 miliard euro me dosje Lubia, tani tjetë dhe me fuqishme, tjetë faktikisht tjetë pilari i Ernest Hemingwayt për ke bje kambana. A ishte një qetë ku Pedroja ishte vjetruar shumë. Pinte dhe raki dhe i harron të gjitha gjërat. Dhe pilari ishte vendimarrësja kryesore edhe për jetën, edhe për misionet, edhe për të gjitha çfarë vendosej në qetë. Vetmja gjë që ata ishin një si rezistence, kurse këta e një qetë hajdutësh. Por vendimet i merr pilari. Në fakt, kjo është e vërteta e Lubi Ballukut. Pra, ne e kemi shumë drejt. Ne zgjodhëm protestën, ne zgjodhëm qëndresën. Nuk u gabuam. Për ne,
largimi Lubis nuk ishte ishte thjesht një taktike e Edi Ramës. Por, koha provon se Lubia sot është kryeministri anëhije e Shqipërisë. Ndaj dhe edhe diskutimi që u bë, se këta nuk japin asnjë njoftim në një kohë kur vendet tjera, pas çdo mbledhje të Koelas për vendet e tyre, informojnë publikun se në këtë mbledhje u diskutuan këto, se këto vende shtruan këto probleme, pra e ka një proces transparent. Dhe ne po përmirësojmë, po bëjmë. Është transparent fare, padroni Edi Ramës, Aleksandar Vučić, po thot, jemi bllokuar për ligjet e drejtësisë dhe pranon që nuk janë në rregull dhe duhet ndryshuar. Nuk thot që s'jemi bllokuar. Se çka bë transferime me to si punë e këtij, janë një lloj ata, janë pa asnjë dallim. Kurse ky deklaronte ditën e Europës, se nuk kanë lidhje me ballukun këto. Dhe më keq akoma, më keq. Negociatat nuk janë tonat, janë të Komisionit Evropian. E kuptoni ju çfarë shtithush këti jam këta. Pra, ecin se ecin, e ka përgjegjësinë Komisioni Evropian. Aty në gjitha vendet anëtare. Ajo është vërtet një grup pune, po grup pune shumë i rëndësishëm. Grup pune i cili ka ardhur tërë në Shqipëri. Dhe jo vetëm era parë, vjen periodikisht në Shqipëri. Bën një punë shumë serioze. Në rast se u kujtohet, para disa vitesh, ka qenë presidenti i Francës, Emmanuel Macron, i cili ka kërkuar që vendet anëtare të verifikojnë vetë nëpërmjet duke këtë mekanizëm kanë gjetë, ecurinë e reforma në vendet aspirante. Dhe ky thot, s'është punë e jonë kjo thot, i thot shqiptarë, ditën e Europës. Kjo është punë e Komisionit Evropian, aty negocion Komision, aty negociojnë 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian me Shqipërinë, që ta dini ju. Dhe pikërisht se nuk eci, ja anulluan konferencën ndërqeveritare të datës 20 prill. Dhe me 8 maj apo kur e patën përsëri e njëjta gjë. Por të lam me një anë këtë, se këta majnë errësirë, këta nuk bëjnë transparencë, dhe këto ne i mësojmë nga mediat dhe nga copëzat shkurtra që rrjedhin nga miq apo nga miq ta. Po marrim tjetrën e. Marrim raport në Parlamentin Evropian, raportin e Komisionit Jashtëm. Raporti absolutisht më kritik i miratuar ndonjëherë në historinë e procesit e migracionit. Raporti që i thot qeverisë se ti nuk bërë zgjedhje të drejta, bërë zgjedhje si parti shtet, bleve vota e tjerë. Raporti që kërkon që parlamenti të ketë një rol qendror në procesin e integrimit. E shihni ju atë peleshin që qëllër në kryet parlamentit? Nuk ka interesa integrima, si Edi Rama. Këta kanë interesat pasurive që kanë vjedhur. Se po të kishte interesa integrimi, Olten i thot s'ke vend këtu ma. Shko, ka 2 vendime gjykata kushtetuese. Ti je një hajdute, bashkë me bashkëshortin tënë, e faktuar me gjykat, e vendosur nga gjykata kushtetuese, dhe s'ke vend. Po Olta është pjesë e familjes Rama në një farë mënyrë, miqtë e mi. Nuk ndodh kot kjo.
Dhe aty shkruhet, e zez bitë bardh, të zbatohen pavones vendimet e gjykatës kushtetuese. Keni ndëgjuar ju një preokupim për këto? I vetëm preokupim si ta fshehim raportin. Si ta fshehim raportin me mediat e kontrolluara. Mos u themi shqiptarëve një fjalë se çfarë thotë ky raport. Raporti thotë që duhet hiqet imuniteti pa asnjë ndikim në sistemin e drejtësisë, pa pengesë. Flitet do një fjalë. Hajde të zëmë se për Ibarin nuk e bën publik edhe mediat e kontrolluara nga qeveria nuk mund të bëjnë debate. Po për raportin që është publik dhe që nuk ka asgjë më shumë Ibari se sa këto që ka raporti ka çdo gjë. Dhe historia është kjo. Ka një ngjashmëri midis të dyjave, cila është? Po. Raporti është nisë si një raport 2 faqesh. Dhe ka përfunduar me 300 sa amendime, një raport 20-30 faqesh. Ja ky është. Edhe ai Ibari. Prandaj thot ky e ka komisioni, është debat midis komisionit dhe këshillit. Jo, është debat midis Shqipërisë dhe këshillit të ministrave të Bashkimit Evropian. Është me standarde e njëse që është Koela. Pra, këtu asnjë fjalë. Keni pa që raporti ndalet në mënyrë të përsëritur tek investimet strategjike, tek vjedhjet me investime strategjike dhe kërkon listën, publikimin e listës. Një gjë u them. Pas ndërhyrjes Bashkimit Evropian në vitin 2024 janë bërë amendime. Është kaluar një ligj, është kaluar ligj për PPP-t. 10 PPP janë firmosur nga Edi Rama në kundërshtim flagrant me ligjin. Pa e përfill fare ligjin e miraturën qeveri. Ka. Do më falni, dje ky zotëri, pasi unë bëra publike, të dhënat e marra direkt nga Open Tender EU, nga një organizat e cila ka shqyrtuar të tendrat e 38 vendeve të Europës, ndër të cilat sigurisht vendet të Bashkimit Evropian. Çfarë thot kjo? Kjo tregon, kjo fillon nga viti 2010 që ta din, çdo qytetar. Dhe çdo qytetar, dhe ju lutem mediave, në mënyrë të veçantë, të klikojnë tek opentender.eu/al/dashboards integrity. Të klikojnë. Çfarë do gjejnë? Do gjejnë këtë grafik. Së është i Sali Berish, kjo është i Open Tender, ku Shqipëria në vitin 2010-2012, pasi është analizuar çdo tender, çdo kontraktim, çdo fitues, çdo i përjashtuar, del me integritet me 80 pikë. 2010-2012. Se 13 është mes, e joni dhe atyre, po. Urdhoni. Si zbret në mënyrë të vazhdueshme dhe përfundon në vitin 2026 me 64 pikë. Dhe ky përgjihet me një gjuhë, po nuk i reagoj, sepse ky njeri e ka gënjeshtrën me tapi. Ky ka gënjeshtrën e ka me tapi.
dhe njeri që çdo fjalil shon një gënjeshtër. Ose, nuk unë them se e gënjen stafi, po stafi duket se ky vetë po i thahet truri nga droga, e ka shumë të vështirë të orientohet, absolutisht. Se truri rrudhet nga droga, dhe dere thot, këj shan aty në tender, jo mor zotri, ja, nuk është e imja kjo, nuk është e PD-s kjo, kjo është e open tender. EU e Bashkimit Evropian kliko dhe del në fillim. Sa është transparenca? 50, në 50 pikë ka transparenca. Dhe si asnjë vend tjetër, në 38 vende, nuk ka asnjë fitues tenderi transishëm nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Përjashtohet, ndalohet për vendet, vetëm sa nuk shkruhet tabela, ndalohet për vendet anëtare të Bashkimit Evropian pjesëmarrja. Në një kohë kur Shqipëria nuk ishte vend kandidat, por absolutisht të gjithë tendrat e rëndësishëm, pa përjashtim, ose me një përjashtim shumë të vogël, i kishte me kompani europiane ose amerikane. Ndaj dhe ato, ishte me kosto shumë më lirë se këto tani, rrugë ndërtoheshin me 2, me 3 milion euro kilometri i autostradave, tunelet ndërtoheshin me 8-9 milion euro kilometri tunelit, rrugë normal, rrugë si kjo e Arbrit ndërtoheshin me 2-3 milion euro kilometri dhe jo me 11 milion si sot. Plus, del aty, të ky web, del Olsirama Gjoka, kompania me 400 milion euro tendera. Pra në kjo qëndron të pasturkut të Llogaras, Lubise, keni parasysh tani, si dalin lidhjet? Dhe ky i them edhe njërë, se ka përdor një gjuhë domon të dej vetëm për veten vetë, i them se mashtrimet nuk do mund të mashtrosh as Shqipërinë, as Europën. Ti vërtet ke tapin e gënjeshtrës, por ç'është e vërteta, koha jote ka marrë fund dhe po merr fund. Të dashur deputet e deputet, ju e pat sjelljet prej gangsteri, për i krimineli me urdhër të Edi Ramës, të Skënder Ballukut dhe disa eksponentëve tjerë të narkokrimit në polici. Por këto i kemi denoncuar dhe këto vetëm sa rrisin më tej vullnetin e të gjithë demokratëve për të mbrojtur kauzën tonë të pamposhtur gjerën fitoren tonë. Po këtu tani do t'u jap për ju dhe për qytetarë shqiptar, unë do lexoj një dokument në cilin faktohet se çfarë shpifarak dhe mashtruesish, me çfarë shpifarak dhe mashtruesish kemi të bëjmë me Edi Ramën dhe Skënder Ballukun. Ndëgjuhet ju që media, Sokol Balluku, Carlo Bolino Mafiosi dhe Adriatik Doçi, zëdhënësi i Linda Surrelit, Linda Rams, u vërsulën me tërbim se pas kim kontraktue qytetarë të huaj dhe kanë dëshmuar qytetarët huaj se i kemi kontraktuar ata për të hedhur mjete piroteknike dhe zban zbulimin e madh se 3 qytetarë të huaj kanë dëshmuar në polici këto dhe këto dhe këto. Pas sigurisht
të gjitha këto nga zyra e Rams të dala, debatet të mëdha në studiot e tyre të kontrolluara dhe në krye të kësaj stihie mashtrimi qëndronin Skënder Balluku, Sokol Balluku, i cili ka vjedh 10 milion nëpërmjet ish bashkëshortes tij, që ka ndarë shtratin po jo parat. Imagjinoni ju tani çfarë divorci është ai. Ata janë, edhe ajo është një pseudo, se këta janë të pa konceptueshëm. Se transakcionet janë gjetë të gjitha tek ai, pavarësisht se gjoja janë të ndarë. Kaloja, që ka marrë 4.500 metër katror tokë me €1, e cila është disa milion euro, a i tjetër që merë porosi, shkon në Surrel dhe merë porosi, këtë shpif, çfarë të shpif, ky Adriatik Doçi, por tani cila është e vërteta që ta ndëgjoni ju, të dashur deputete dhe të gjithë shqiptarët. E vërteta është kjo. Në rajonin e policisë numër 2, shoqërohet në komisariat pasi dyshohet se ka goditur me sende të forta gur dhe tulla në drejtim të forca, i thot pyetje. Ditën e sotme jeni shoqëruar në komisariatin e policisë numër 2 Tiranë, pyetja që i bëhet qytetarit huaj. Pasi dyshoheni se keni goditur me sende të forta gur tulla në drejtim të forcave të policisë dhe objekteve të rëndësisë veçantë, çfarë keni për të thënë në lidhje me këtë ngjarje? Dhe keni thirrur Rama ik. Përgjigja. Duhet deklaroj se unë me shokun tim, shtetasin Busri, kam ardhur ditën e sotme në Shqipëri rreth orës 15. Dhe kemi marrë një apartament me qera në zonën e qendrës. Kemi qenë duke shëtitur nëpër Tiranë dhe në një zonë kemi parë që ishin grumbulluar shumë persona dhe po protestonin persona. Në këtë protest kemi njohur një grua nga Italia dhe kjo grua na ka shpjeguar se çfarë po ndodhte dhe pastaj ngelem aty, drejtëm në protest. Pas disa kosh, i kam dhënë telefonin tim disa personave që të na bënin foto dhe këta persona na shoqëruan me forcë në furgonin e policisë. Shikoni sa kanë futur agent policisë private. Dhe tani duhet jemi shumë vigjilent. Ku t'i gjejmë, ku t'i shohim midis nesh, t'ju tregojmë vendin. Shikoni që kanë bërë. I kanë marrë me furt në furgonin e policisë. Në këtë protest, thjesht po qëndronin për qef dhe nuk kemi bërë asnjë veprim kundrejt asnjë personi. Pyetje, a keni goditur në drejtim të punojësve të policisë me sende të forta? Ja pra, përgjigje, nuk kemi hedhur asnjë send në drejtim të policisë. Kam marrë sende në tokë, por nuk i kam hedhur në drejtim të asnjë personi dhe kam parë që shumë persona mirrin sende nga toka dhe i hidhin në drejtime të ndryshme, po unë jo. Pyetje, a keni gjë tjetër për të shtuar? Përgjigje, gjë tjetër nuk kam për të shtuar dhe proces verbalin pasi e lexova dhe rezultuan thënjet e mia e firmos pa vrejtje. Tani, ky është proces verbali që ta dini ju, ta dinë shqiptarët. Këta janë ata të kontraktuarit, do më thënë, çfarë tregon kjo? Ky është një skenar i Skënder Ballukut, në mënyrë që ta paraqesë protestën si një protestë në cilën Partia Demokratike ka marrë dhe mersenar për këto dhe për ato. Këta janë të aftë të inskenojnë çdo gjë, por fundin e kanë në turpin e historisë. Edi Rama është gangrena
e keqe e këtij vendi që duhet të shkulet sa më parë dhe ne do ta shkulim atë. Faleminderit. Faleminderit kryetar. Faleminderit dhe mediave. Fillojmë mbledhjen me dyert mbyllura sipas rendit ditës. Okej, kjo ishte fjala e Sali Berishës në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Do shkojmë në një ndërprerje publicitare, do rikthehemi sërish me të tjera zhvillime.